Pejgamberi sa bëri lëvizje fizike, u shpërngol fizikisht, duke lënë vendet i Mekën dhe kaloi në Medinë. A është vetëm ky kuptim i hijretit, apo ka një kuptim tjetër për te këtij të hijretit? Që na si garues duhet që të jemi gjithmonë në proces të hijretit. Pejgamberi alayhis salam tha: "El muhajiru men hajara ma naha Allahu anhu." Muhajir, ai që domon shpërngulet, muhajir real, i vërtet, është ai që largohet nga që Allah ja ka ndaluar. Andaj, garuesi e kupton se është në garë të vazhdueshme për të krijuar një distancë sa më të madhe mes tij dhe haramit, mes tij dhe të keqes. Je në garë, nga se harami t'u ka shumë rapa. Shikoni të ndërlozër, harami na ka rrethuar nga gjitha anët, i gjitha forma dhe profileve. Andaj ti je në garë me haramin, ai me tu afru e ti mu largu për ti. Pra në shpërngule jote nga çdo vend, nga çdo shoqëri, nga çdo rreth, nga çdo mundësi që e afron haramin të këti, e lehtëson rënin haram, gara për të shpërngul nga ky vend, larg haramit, është hijret i vazhdueshëm, i pandërprer, që nuk nënkupton vetëm lëvizje fizike, po as shpirtënore, konceptet, kuptimeve të zemrës tënde, duke larguar nga harami në halal, nga shoqëria e ligë të shoqëria e mirë, nga punë të këqija në punë të mirë. Ti je në garë të vazhdueshme në këtë proces të distancimit nga e keqja dhe të afrimit ka e mira. Prandaj, garues i nderuar, dhe ti je garues, sikur që e kemi përmendur, desha apo s'desha. Pranuan apo nuk pranuan, me vetë faktin që kemi ardhur në dunja, ne jemi pjesë të garës. Andaj nuk mund të përzgjedhim a dona me garu apo jo. Mund të përzgjedhim vetëm një sen, a dona me fitu apo me humb. Këtë e kemi përzgjedh, veç, a dona të jesh fitues apo dua të jesh humbës. Kjo është ajo që kemi përzgjedh.